Qendra e qytetit të Shkodrës ofron aristokraci në pamje dhe në shije. Për këtë të fundit, kujdeset më së miri bar restoranti Hidromeno, i vendosur në qendër të qytetit të Shkodrës, mes pedonales, Hidromeno qëndron aty me madhështinë e tij në pritje të vizitorëve. Bazë e një restoranti mbetet arti i shijes, për të cilin kujdeset shefi kuzhinës Senad Perfati, ndonse me një eksperiencë prej shumë vitesh. Fakti të qenurit të restorant elit, shef Senadi tregon se ka një përgjegjësi të dyfisht mbi supe për të kënaqur klientët. Kjo është përgjegjësi e madhe, normal. Një sa është përgjegjësi, është edhe kënaqësi për ne që punojmë, që kena me pasion. Është shumë e vështirë me majt një restorant trend, sepse duhet me njeh teknika të reja, duhet me njeh inovacionin, duhet me lanë klientave që të vinë për çdo ditë gjëra të ndryshme, sepse duhet me ndryshu menun në bazë sezonit. Nuk është punë krejt e lehtë, po mundona me bëj më të mirën. Shefi kuzhinës Senadi ka kaluar në të gjitha etapat, që nga kamarier dhe deri tek shef gatimi. Pasioni për gatimin nisi për arsye emigrimi, shprehet ai. Pasioni nisi për arsye emigrimit. E fillova kuzhinën për të emigruar në Gjermani. Në fillim hina synims, si gjithkush, për të mësu sallata. Atëherë aty kuptova si kisha në fillej të më lezetu për më mësu ma shumë. Fillova mësane na vitin e parë ika prejte një restorant të Shkodër, ika në Malzi, bëna një sezon. Atëherën fillova të marrë përsipër edhe kuzhinat dhe nuk u nala më. Afër 8 viteve që merrem me kuzhinë, kurse në restauracion kam 15 vite, kam punu edhe si kamarier. Gastronominë e njeh shumë mirë. Është një punë shumë e vështirë, sepse është e vështirë për të kënaqur gjithë klientat, por mundona me bë një punë të mirë. Vendasit kërkojnë më shumë kuzhinën italiane, ndërsa turistët e huaj duan kuzhinën tradicionale shqiptare, thot shef Senadi. Fokusi, them drejtën, tregu vendas dën kuzhinë italiane, kurse turistat dojnë tradicionale. Unë mundohem me ndërthur, me bë edhe gatimet moderne ose internacionalet me produktet të vendit, teknikat e reja. Fokusi është te produkti i vendit. Është uniform. Një restorant standard duhet me pas shërbimin, mikpritjen, cilësinë, detajet, çdo gjë duhet me kenë perfeksion. Çdo ditë duhet me kenë ngarë me vedin, me kenë nesër më mirë se sot. Hidromeno ka si filozofi sezoni. Në bazë sezonit fokuson edhe te produkti. Te sezoni i verës kaloj ma shumë tek peshku, tek antipastat e ftofta, tek deti, edhe në produkt liçenit kena qef me trajtu pak në stil më ndryshe. Dimni normal fokusona tek mishi, sepse edhe shumë klienta janë të preferu mishin vena, sidomos këtë stazhërnumin, sepse unë jam i lidhur me një mik shumë të mirë që bën edhe trajtimin e produktit vendit, e banë në një mënyrë perfekte. Është shumë e vështirë, por misioni jonë është me lanë më të mirën çdo ditë në shije të rafinume. Sa e arrim, e din klienti që e shijon edhe që jep gjithmonë komente. Viti që lan pas ishte i pari për shef Senadi në krye të kuzhinës së restoranti Hidromeno, teksa tregon mbi risitë, produktet bazë të vendit mbeten synimi kryesor edhe përgjatë këtij sezoni. Sezoni 2024 për mua ishte shumë i mirë, sepse është sezoni i parë i Hidromenos. Për çdo vit edhe të kuptu tregun, të kuptu dëshirat e klientëve, edhe të kuptu se çka ka qef sidomos turisti. Vera bazohet në turizëm, ne jena të bazum për me pas një klientel vendas, në bashkëpunim me në animulle edhe me thithë sa më shumë turizëm. Synimi jem është me pas klientel të hershëm. Klientela që synoj është klientela shkodrane, normal, malizi dhe të huaj. Në tërësi lokale. Mundona me kilometër zero. Është mision i pamujtën, por deri tani
po ja dalim. Mishrat mundona duke u lidhur me kasap më të mirë në vend, produktet, perimet po mundohemi në përfshatra, po mundona me majt një standard, por që edhe është shumë e vështirë. Të punu me produkta zvenës, i bëhesh ndihmë dhe fermerëve të rrethinave dhe fshatrave afër Shkodrës. Por gatimet e shumë llojshme e bëjnë këtë restorant kaq të veçantë dhe të preferuar. Po ashtu restoranti sjell edhe shumë specialitete, të cilat i tregon vetë shefi kuzhinës edhe përbërësit e tyre gjithashtu. Të jemi pas të shpijet, jena live në shërbim të restorantit, ravioli rikot spinak, anjoloti për shutë gjelit dhe kabeleti me tartuf. Si cila ka salcat e veta speciale. Kjo është salcë elegante, kjo është salcë domate burzilok, edhe salca tjetër është bajame për shutë gjelit datë. Kjo është tris, edhe është specialitet i restorantit, sepse janë mushjet bëhen për nesh, edhe brumi bëhet për nesh. Çdo gjë është e shtëpisë, si më thonë. Ta janë prit e qingjit, që shnue me patate pave, quhet milefolje flet patatesh, do me thonë gatu me temperaturë të ulë, me kërpurdhat tiganisuna dhe krem kërpurdhash. Mishi shoqërohet me një salcë demi-glace quhet, është reduksion i kocave të qingjit. Për dashamirësit e mishit finlandez, Idromeno sjell cilësinë më të mirë. Fokusi jonë është te produkti i vendit, por edhe në raste të veçanta kur klienti kërkon një mish cilësor dhe të importit, domethënë të certifikuar, është një rrocë sashi, mish finlandez, është shumë mish në nivel. Veçantia e sashit është sepse është një ndër kullotat më të mira finlandeze dhe stazhonimi i tij i ka lënë mi 60 ditë. Të stazhonu mi 60 ditë, edhe mishi zbutet dhe aromën e tij ka më të rafinuar si produkti. Kërkesa është pak më e paktë se i vendit, sepse turistat dojnë të vendit, kurse kjo është për klientela venda se kërkon, sepse normalisht janë të interesuar si shijere. Por a gatuan shef Senadi në shtëpi? Në shtëpi kam nusen që merret me pjesën e gatimit. Unë nuk kam kohë të gatoj në shtëpi, por nusja ka një dëshirë të jashtëzakonshme dhe jam me fat që e kam dhe ja kam lënë stafetën bashkëshortes. Ja, nuk kam kritika, jam shumë i kënaqur me dorën e saj. Në përfundim, për çdo të apasionuar pas së bukurës, cilësisë dhe shijes së mirë, përse duhet zgjedhur restorant Idromeno? Besoj që duhet vinë se gjejnë një gatim që bëhet me zemër dhe me pasion, një shërbim që bëhet me shumë dëshirë. Çdo ditë besoj që gjejnë produkte dhe gatime të ndryshme. Çmimet jena mundu me kanë me çmime për një klientel të mesme dhe që vendi duket sikur është për një klientel të lartë. Nën moton gatuaj me zemër, shërbej me pasion, Idromeno mbetet zgjedhja perfekte për secilin që dëshiron të marrë më të mirë nga Shkodra.